Preshevës me Selinës Vitër dhe organizata veteranëve të luftës mbajtë sot konferencë për gazetarë në salën e Kuvendit në Preshevë në lidhje me aktivitetet humanitare që kanë zhvilluar në komunat Preshevë, Vjenës dhe qytetet të Kosovës. Lidhur me këtë kemi materiale në vazhdim. Përfaqësuesit e shoqatës humanitare të Ljubljanës së Preshevës, organizatës së veteranëve të luftës dhe kryetari i Qendrës Internacionale Humanitare në salën e Kuvendit në Preshevë kanë organizuar konferencë për shtyp për aktivitetet që kanë zhvilluar në dhënien e ndihmave për familjarët e dëshmorëve, invalidëve të luftës, skamnorët dhe fëmijët jetim. Hapja e konferencës u bë me fjalimin e kryetarit të shoqatës humanitare të Ljubljanës së Preshevës me Selinës Vitër, duke theksuar aktivitetet e zhvilluara dhe duke i falenderuar gjithë ata të cilët kanë dhënë kontributin e tyre. Xhamia Raftanit në këtë vit na ka mbështetur me 2 franga, Xhamia Buskit me 700, Xhamia Tangavenit me 1820 franga dhe Izdega PSHD-s e shuar ka herë e ka pas një fond për 4620 franga, që e po të arsyeshme për punën tonë, që gjereterit tonë i ka dhero të mjetët të cilët tash që kemi e shpërndar në teren me zbashtu me shokë tonë. Po i ka pasme në bashkëpunëtar të cilët përveç antarësisë 100-200 franga shtetë kanë paguar. I falenderojmë të gjithë dhe njerët i ftojmë të gjithë bashkëpunëtarët kur të që gjindëm të ndihmojnë shoqatën humanitare të Ljubljanës së Preshevës, se kjo domethënë ndihmojnë familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës dhe skamnorët të Ljubljanës së Preshevës. Ndërkohë, fjalën e mori edhe sekretari i shoqatës humanitare të Ljubljanës së Preshevës, Ferhat Rashiti, kemi lënë me dhënien e 200 euro për kurban në Bashkimin Islam në Preshevë Bujanos dhe në Greq. Sepse projektime kemi përkrajnë në shumë të mëndë, nga kanë ndihmuar, në shpëndarën e mishit, edhe moralisht, por edhe fizikisht kanë ndarë, kanë shpëndarë të ndihmë u dashën. Gjithashtu e në shoqatën internacionale, Women Center në Preshevë, kemi dërguar dikon 4.000 franga citrane, ku do të shpërbej aty ku ka nevoja ta ku e di ma mirë ku është nevoja ma e madhe. Po ashtu fjalën e mori edhe kryetari i organizatës veteranëve të luftës Lulzimi Vishi, i cili e falenderon shoqatën humanitare të Ljubljanës së Preshevës me Selinës Vitër për kontributin e tyre dhënë familjarëve të dëshmorëve, invalidëve të luftës, skamnorëve dhe fëmijëve jetim. Familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, që kanë më qerë, më tepër kanë nevojë për çështje morale, dhe këtë gjithë të i bëjmë ne, ata marrë një forës dhe një përkahje morale, por e që ndihma materiale është e njështara. Edhe kryetari i Qendrës Internacionale Humanitare Ridvan Agushi i është mirënjohës shoqatës humanitare të Ljubljanës së Preshevës për aktivitetet e tyre. Të falenderoj shoqatës humanitare Ljubljanës së Preshevës me Selinës Vitër, e cila më kanë ndihmuar për muajin e Ramazanit me një sasi konsiderueshme në veshmbartje dhe tash me 4.000 franga që aty me shpënda jetimëve dhe skamnorëve, shfrytëzoj rastin gjithashtu. Përgjithësisht i përshëndet të gjithë bashkëpunëtarët në Zvicër, edhe të i falenderoj nga zemra që nuk më harrojnë e vetë në shoqatë më diaspora që mendojnë për Ljubljanën e Preshevës. Në pyetjen tonë të parashtruar në këtë konferencë, sa do të ndërmirret ndonjë ndihmë konkrete për familjet me gjendje më të vështirë ekonomike, nga vizitat e realizuara tek të gjitha familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës, skamnorëve dhe fëmijëve jetim, kryetari i kësaj shoqate deklaroi: Familja Fazliajdari, e cila kishte nevojë për mas shumë, mas urgjente, dikon për nevojë të rreth 2 euro që më pas mundi me kalon në shtëpinë e vet. Por rasti i dytë që më ka prekur është në Bilaç, që dje patëm takim me degën e Bujanosit edhe ata kishin një aksion që për një zotun një shtëpi familjes që të në Salihu, në ato si ka shkandizime në data mone këtë aksion. Shoqata humanitare e Ljubljanës së Preshevës, sekretarit të fondit humanitar komunal, i dorëzoi 400 franga zvicrane dhe medikamente mjekësore që do t'i dedikohen familjes Xheladini. Përfaqësuesit e shoqatës humanitare të Ljubljanës së Preshevës kanë premtuar se do të ndihmojnë edhe shtëpinë e shëndetit në Preshevë dhe Bujanos. Aksionin e shpërndarjes së ndihmave do të vazhdojë organizata veteranëve të luftës edhe në 5 familje të dëshmorëve në Prizren, Prishtinë dhe Suarek. Për kontribut të jashtëzakonshëm, shoqata humanitare e Ljubljanës së Preshevës dhe Qendra Internacionale Humanitare
ndan mirënjohje për radio-televizionin Presheva. Kryetari i Komunës së Preshevës, Dragan Mustafa, ka organizuar sot koktejl fëmijë në salën e konferencave në Preshevë, në rastin e Festës së Vitit të Ri 2008. Në salën e konferencave, kryetari i Komunës së Preshevës, Dragan Mustafa, edhe këtë vit ka organizuar koktelin tradicional. Në këtë koktel të ftuar ishin të gjithë përfaqësuesit e institucioneve komunale dhe të ndryshme. Është shumë e natyrshme çdo institucion të përmbyll vitin me një koktel drastik, i cili do të jetë natyrisht në shërbim të një takimi të bashkë të gjithë atyre njerëzve që gjatë vitit kanë provuar të realizojnë projekte të numërta, si nga sfera arsimit e shëndetësisë, nga sfera e infrastrukturës, nga sfera e veprimtarive publike, veprimtarive shoqërore, politike, dhe jo dhe të administratës komunale. Këtë drejtim është përvojë, ka ardhur dhe përpara që kryetari i komunës në orët e fund vitit të bëjë një koktel rasti me gjithë ata bashkëpunëtorë me cilët është munduar gjatë vitit të realizojë projekte të caktuara në lidhje me veprimtaritë në të cilat merret pushteti lokal. Kujtohet për të optimisuar dhe qytetarët e Komunës komunal, anëtarët e Këshillit komunal, madje drejtorët e drejtorateve të institucioneve që janë shfrytëzues direkt buxhetit të komunës, madje ata që janë në mënyrë indirekte shfrytëzues buxhetit të komunës dhe jemi munduar që të bëjmë një masë me njerëzve për të shënuar një koktel përbashkët në sajtë e fundit të vitit 2007. Dhe natyrisht përgatitemi për vazhdimin e punëve për vitin 2008 në mënyrë që të jetojmë gjithë ato probleme, jetojmë gjithë ato përkushtimet që i kemi për 2007 dhe në ndërkohë të angazhohemi për të kaluar gjithë ato probleme që nuk i kemi kaluar nga vitet e mëparshme. Për këtë solemnitet, ne morëm edhe opinionin e kryetarit të kuvendit, Nazmi Ariti. Të përmbyllim dhe një solemnitet të gjitha aktivitetit dhe vitit që po shkoj. Mendoj se kjo ka qenë në mjaft i sukses që kemi arritën mjaft në disa lamin, në disa drejtime, disa rezultate. Shpresojmë se në vitin e ardhshëm të arrimi rezultate, të realizojmë disa kërkesa, dëshira tona të gjithë qytetarëve, dhe këtë na vëllëri vazhdimisht shkohet me horizonte dhe me kërkesa të shëndosha dhe ato që i kërkon edhe popullat. Sipas organizatorëve, ky është një koktel i afërsisë, ku të gjithë kanatin takohen pavarësisht funksioneve që ushtrojnë. Paralelja ndar shkollës superiore në Vërkës për gjithë